Gazmend Çollaku, i moshës 40 vjeçare, banori i qytetit të Durrësit, është marrë peng nga 4 persona të veshur me uniforma policie në parkingun e një grupi lokalesh në shëtitoren Taulante këtu në Durrës. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:10, ndërsa rrethanat e këngëmarrjes janë ende të paqarta. Sipas burimeve policore që gjenden këtu në vendngjarje, dyshohet që 40 vjeçari ka zbritur nga automjeti i tij, ka qenë në automjet dhe në momentin që ka zbritur nga automjeti është marrë peng nga 4 personat me uniforma policie, me një makinë me targa gjermane tip Audi dhe më pas i larguar në drejtim të paditur. Sipas burimeve policore, aktualisht po hetohet në lidhje me konfliktet që mund të ketë 40 vjeçari, i dyshuar si skeduar nga policia. Megjithatë është ende herët sipas burimeve për të përcaktuar shkakun e kësaj pengmarrje, por tashmë është duke huetuar në disa pista për gjetjen dhe identifikimin e autorëve dhe gjendjen e 40 vjeçarit. Pikërisht kamerat e sigurisë të një prej lokaleve në dy kullat binjake dyshohet se kanë filmuar edhe skenën e rrëmbimit të 40 vjeçarit. Aktualisht grupi hetimor është duke punuar në një prej ambienteve të këtij lokali dhe duke verifikuar të gjitha pamjet një për një për të parë dhe për të identifikuar nëse është e mundur autorët. Pakor pasi u mor peng nga 4 persona të maskuar në Durrës, është gjetur i vrarë pranë fshatit Murçin të Krujës, Gazmend Çollaku. Trupi i pajet i 40 vjeçarit u gjend mëngjesin e kësaj tente në anë të rrugës, i goditur me armë zjarri pas kokës dhe i lidhur me fasheta plastike këmbë e duar. Policia konfirmoi se trupi i pajet ishte i Gazmend Çollakut, personi që u rrëmbye një natë më parë në një lokal në lagjen nr. 1. Burime nga policia e Durrësit bëjnë me dije se 40 vjeçari është qelluar fillimisht me shkop bejsbolli, pasi ka kundërshtuar të futet në një makinë me targa gjermane. E më pas është qelluar në rrethana ende të paqarta me një armë zjarri pas koke. Policia e ndoqi makinën mbrëmjen e rrëmbimit deri në Marikaj, por aty humbi gjurmët dhe mëngjesin e së entes po kryente operacionin afër zonës ku u gjet trupi i pajet. Gazmend Çollaku njihet në Durrës si person me precedent penal. Burime pranë policisë Durrës thonë se ekzekutimi i tij mund të ketë lidhje me vrasjen e dy fisht ndodhur në 20 dhjetor në Durrës. Ndërkaq, kunati i Gazmend Çollakut thot për News 24 se nuk ishte në dieni të ndonjë konflikti që 40 vjeçari mund të kishte pasur me ndokënd. Ai tha se Çollaku shkonte dhe kthehej nga Italia vazhdimisht ku jetonte dhe punonte. Punonte në Itali, te Kur është kthyer në Italia? lëvizte gjithkohë. Dihet kush e ka bërë për familjarët? Po ta dija se isha këtu në këtë moment. Mbrëmjen e 8 shkurtit 2015, pranë një pike karburanti në qytetin e Fushkrujës, u rrëmbyen nga persona të armatosur shtetasi Enver Stafuka. Sipas të dhënave paraprake të policisë së Krujës, mësohet se të paktën 4 persona të paidentifikuar kanë marrë forcërisht në mjetin e tyre shtetasin Enver Stafuka, 48 vjeç, banues në fshatin Larushk të Krujës. Policia deklaroi se ky person është me precedent të mëparshëm penal dhe se ka nisur veprimet e para hetimore, si dhe ka referuar materialet në Prokurorinë e Krimeve të Rënda Tiranë. Nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Na kanë thonë që jemi në hetim për rrëmbimin e vllajt. Përgjigje nuk na kanë dhënë asnjë lloj përgjigje, se ku ndodhet vllai, edhe çfarë ka ndodhur vllajt. I kemi bërë kërkesë çdo ditë komisariatit policisë. Kam shkuar te prokurori Krimeve të Rënda. E kam pyet për informacionin e vllajt, nuk më ka thonë gjë, kam ca të dhona, po të dhona konkrete jo. U bë sot 9 ditë që vllai është rrëmby, me datën 8 në orën 19:47, është rrëmby nga 4 persona me një makinë private, civile, të maskuar me uniformën e policisë, me kapuç. 2 persona, njëri ka qenë pa kapuç, e ka pas kapuçin në kokë, pasi kanë arrestu vllajin, pastaj ka ul kapuçin edhe ai i treti që ka qenë
në kom, përveç shoferit. Shoferi ka qenë në makinë. Golf, 4, më duket, nuk e kam përcaktuar fiks, ngjyrë gri. Makina ka qenë duke e rujt në simas dëshmitarëve edhe simas videove që kemi siguru. Kanë qenë të e rujt vllajnë në urën e qytetit, në mes qytetit. Pasi vllai ka dalë nga lokali, ka qenë duke pirë kafe me një 2-3 shok tjerë. Pasi vllai ka dalë nga lokali, me i herë ju kanë sul, i kanë thonë dalë policia. Ai i ka thonë kush jeni, jena policia. Simas videove, se nuk e kam një gjuhë me vesh. I kanë vu prangat, e kanë fut në makinë, pastaj makina ka bo kthesën aty në vend, edhe është nis në drejtimin e rrugës Durrësit, i themi ne, se më tej se kemi pa. Sa ka kalu orën se kemi pa më. Simas kamerave. Targa ishte targ Tirana. Numra nuk kemi marrë. Domthonë simas dëshmitarëve që kanë qenë aty në qytet kalimtar të rastit. Enver Stafuka u arrestua nga policia më 29 maj 2013, me akuzën se dyshoi të ishte i përfshirë në atentatin kompeti i vrarë kryekomisar Dritan Lamaj. Stafuka dyshoi jo vetëm se kishte organizuar grabitjen e mjetit të atentatit, por dhe se kishte transportuar me automjetin e vet deri në vendin ku ndodhi grabitja e BMW-s, shtetasin Gentian Bejtja. Stafuka nuk e pranoi asnjëherë akuzën e prokurorisë. Policia e ka marrë në konsiderat edhe këtë dyshim të ngritur rreth 2 vite më parë ndaj 48 vjeçarit, si motiv të mundshëm për rëmbimin e tij. Pavarësisht akuzës së rëndë dhe dyshimeve të forta se Stafuka ishte implikuar në rëmbimin e autoveturës të vrasësve të kryekomisarit, ai u shpalli pafajshëm më 13 nëntor 2013. Gjykata e Durrësit vlerësoi se nuk ishte prova të mjaftueshme për dënimin e tij, me akuzën e vjedhjes në bashkëpunim. Nuk kemi asnjë lloj problemi me çështjen Froku, sepse nuk i njohim fare, edhe vllai u mor atëherë në polici, edhe boni 6 muaj burg për këtë pjesë, edhe pastaj mori pafajësinë sipas hetimeve të organeve shtetërore. Rezultoi që vllai ishte i pafajshëm për këtë pjesë. E falenderoj bile gjykatën që i ka dhënë pafajësinë, sepse aty ka vepruar drejt, se vllai nuk ka lidhje fare me familjen Froku. Nga hetimi paraprak ka rezultuar se mbrëmjen e të dielës së 8 shkurtit, Stafuka është parë për herë të fundit në ambientet e një lokali në shoqërinë e shtetasit Durim Bami, duke parë një ndeshje futbolli. Pas përfundimit të ndeshjes, rreth orës 22:30, ai ka dalë nga lokali për të shkuar në banesën e tij, por është përballur me 3 persona, të cilët me forcë e kanë futur në një autoveturë. Makina ishte pa targa dhe u largua me shpejtësi. Nuk njohëm asnjërin prej 3 personave, i thanë dëshmitarët okular policisë. Rajoni policisë së Fushkrujës u njoftua nga vëllai i 48 vjeçarit me njëherë pas rrëmbimit të tij. Policia e Durrësit nisi me njëherë hetimet për të lokalizuar vendodhjen e pengmarrësve. Dyshimet për implikimin e Stafukës në atentatin ndaj kryekomisar Lamajt janë marrë në konsideratë nga policia si një pistë e mundshme për rrëmbimin e tij. Nuk ka pas asnjë lloj problemi. Ka qenë krejt i lirë, dilte çdo ditë i lirë, gjithë rrugëve, gjithë ambienteve shoqërore, rrinte kudo, natën deri në orët e vona, domosdoshmë si rrin deri nga ora 10 e darkës, si rrin gjithë qytetarët, pastaj vite ke fëmijët e vet. Edhe nuk na ka pas shpreh në se kam kërcenim nga dikush ose kam një ngatresë me dikë tjetër. Ky dilte si çdo natë, pinte kafe, jo të i çun xhaj që kemi ne ka i kafe aty të vogël, si atje te kafja ime ku vite pite kafe. Thjesht ka pas një kontakt të vetin që takote një shok vet veri personalisht, jo ai se ka thirrë, ka thirrë veri një shok vetin, që më prit se jam të armë të taku filan vend. Në atë moment ka dalë nga lokali, edhe i ka thonë që prit se jam te X lokal në rrugë Kryes. Në momentin kur ka dalë, këty në shokëve ju ka thonë pritni këtu se erdha për 5 minuta. Edhe kështu ka ndodhur.
Kanë prit edhe këtë shok, s'ka ardhë, mas 4-5 minutash, 2-3 minutash, diçka tillë, kanë dalë edhe këto. Edhe kanë dalë aty s'kanë pa asgjë, siç e tregoi edhe video. Megjithatë, prokuroria po heton edhe pista të tjera paralelisht, siç është ajo e rrëmbimit për hakmarrje apo konflikte të tjera. Policia ka ushtruar kontrolle në zona të ndryshme të Krujës, me qëllim lokalizimin e vendodhjes së pengëmarrësve dhe pengut, por nuk është bërë mundur jo vetëm gjetja e Stafukës, por as ndonjë gjurmë e vendodhjes së tij. Enver Stafuka është babai 4 fëmijëve. Familjarët i thanë policisë se Stafuka nuk kishte konflikte të njohura me persona të tjera apo kërcënime konkrete. A keni kontaktu këtë personin, këtë shokun e Enverit, i cili do ta takonte? Po, kemi kontaktu me dhe, edhe nuk ka pas në problem me dhe, thjesht ka pas muhabet të veta, nuk ka lidhje fare ai. Këtë e ka thirrë edhe policia, e kanë marrë në pyetje. Ne kërkojmë nga struktura shtetërore që të bëhet angazhim më i madh i kërkimit të vllait ton, sepse policia i ka të gjitha mundësitë për ta kërkuar dhe për ta zbulu vllajin, sepse aty në video një njeri tregohet pa maskë. Edhe kështu që shteti duhet ta zbardhë atë fytyrë njeriu që është pa maskë aty. Edhe mbas asaj vllai duhet gjehet. Le zbardhet çështja sido si të jetë. Kjo është një humje e madhe e gjithë familjes tonë, e gjithë farefisit tonë, se kjo është një pengmarrje, nuk është humje. Humje, dole në rrugë, s'di se ka re nga proje dhe hume. Po kjo është një pengmarrje me fakt. Prandaj që ne kërkojmë nga shteti që të luajë më shumë se sa që i takon, se deri tani nuk ka bërë si punë. Po presim vetëm llafe boshe. Prit sot, prit nesër. Prit sot, prit nesër. Denoncimi për zhdukjen e babait të 4 fëmijëve u bë nga vëllai i tij, Naim Stafuka, nga fshati Larushk i Krujës. Sipas këtij të fundit, autorët e krimit kanë qenë të veshur me uniforma policie. Menjëherë pas kallëzimit, forca të shumta policore kanë shkuar në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet për identifikimin dhe vënien në pranga të agresorëve. Mbi 20 persona janë shoqëruar dhe janë marrë në pyetje. Enver Stafuka ka qenë duke pirë në një lokal në Fushkruj dhe sapo ka dalë në rrugë është përballur me 4 persona. Ata i kanë vënë armën në kokë, ndërsa Enveri ka kundërshtuar. Më pas 4 rrëmbyesit i kanë vënë prangat dhe me dhunë e kanë futur në makinë. Bëhet fjalë për një automjet tip Golf, ngjyrë gri, me targa të Tiranës, ndërsa numrat nuk shquhen mirë. Nuk kemi asnjë lloj dyshimi se ne s'kemi pas hasëmëri me njeri, se të kishim pas hasëmëri me njeri, ne themi po kemi një dyshim filan vend. Po s'kemi. Se me qenë vllai rujte. S'kina pas hasëmëri, asmi vend. Unë kërkoj të jetë shteti, mos të ri shumë i myllë, se që pëndjojmë në për media në për televizione i gjo mund bëhet diçka e vogël e kanë publiku gjithë kun, po këta nuk po flasin fare si shtet për këtë ngjarje shumë të rëndë.
si në ka neve. Burime nga grupi hetimor thanë, nuk bëhet fjalë për pengmarrje mbi baza shantazhi për vlera monetare. Nuk ka lidhje me parat. Pengmarrësit nuk kanë marrë në telefon dhe të kenë kërkuar paratë e fëmijët apo tek i vëllai, kundrejt garancisë për jetën. Jemi të bindur se stafuka ka qenë në vëzhgimin e pengmarrësve. Hetuesit kanë hapur dosjen penale të Enver Stafukës, i cili rezulton të ketë qenë 4 herë i dënuar në periudha të ndryshme kohore. Stafuka ka vuajtur dënim për grabitje me armë me dhunë, falsifikim dokumentash, vjedhje automjetesh dhe trafik narkotikësh. Sipas prokurorisë, dyshohet se 48 vjeçari është marrë peng për shkak të së kaluarës së tij kriminale. Një nga pistat e hetimit është edhe ajo e përfshirjes së tij në vrasjen e Dritan Lamajt. Një kërkoj shtetit të më gjej djalin, përdërsa shteti i mori kamerat dhe nuk pa hec fare. U bën 9 ditë se unë pa pres se o po bje djali o vdek, o mirë, unë nuk shafazjon nga shteti. Shteti të flit gjumë për djalin tim. Për të vetat ata i kanë zbardë shumë, shumë shpejt. Pranej dhe i kërkoj ministrit, i Samir Tahirit, të më gjej djalin, se nuk kom pas as konflikt, as hasëmëri, as i gjo. Kur nuk kam në i gjo me njëri, unë shtetit ma gjenë, dërsa ma ka marrë me rrëve policie. Saj, ka nalë, vetëm si ka thonë policia. E pse të hik taj? Policia. Po jo me e kriminellat, e me ma gjetë në mes të fushkrujës, e mi vu prangat djalit, pa e fut në makinë, të e fut me forcë. Mund tjetë shteti. Mund tjetë shteti vetë? Mund tjetë shteti. Të në tregoj, shteti e ka morë shteti. Ka morë shteti. Se uniform policie. Shteti, e ka morë shteti, e dim se o shteti. Dërsa ka marrë me rrëve policie. Të shi ne dim se o shteti, ne nuk dim gjo se kina pas hasëm. Am kupto. E dim se e ka morë shteti, ne kë shteti bazona të shi. Se uniform policie shteti ka, nuk ka mund. Vetë ministrit i kërkoj djalin, a e të më zbardi qeshtin e djalit. Samir Tahiri, mastraj... A e se për vete e zbardi, a e qiti aty. Të shkoj, të grej shtet, të grej Shqipërinë kom, se pa më qitë djalin tim. Të më gjej vlarë. Dyshimeve nëse rëmbyesit kanë qenë vërtet polic dhe mund ta kenë shoqëruar Enver Stafukën pas dyshimeve për përfshirje në ndonjë vepër penale, vëllai i tij u përgjigjet në këtë mënyrë. Jo, ata nuk ishin polic pasi policia bëri verifikime. Nuk rezulton të jeti shoqëruar në ndonjë komisariat dhe as i dyshuar për ndonjë vepër penale. Nuk kemi asnjë dyshim. Kam të funit, si danë, do qis kretë fare fisin, edhe qonët e mi, atje të dritën të t'i blokoj rrugën. O të më gjej djalin, o s'ka rrugë tjetër. Do t'i blokoj rrugën, edhe unë si plak. Se nuk kam as mëri, as kam vra njëri, as nuk di gjë. Se po disha gjë, nuk i bëj këta veprime.